Prishtinë. Për gjithë ju të interesuarit koncertin mund ta gjeni në YouTube dhe së fundmi ishte prezent edhe tek Rock Blu Festival Blues në Prizren së bashku me Kushtim Sadikun. Po, Kushtim Sadiku na ka udhëheq. Dirigenti, a? Dirigenti, që na bëj kështu, me gesht, edhe na masni. Po, që 14 vite karrierë. Po, marrë menë kur kom qenë shkollë të mesme, gjithë dhe dot, edhe shkresha për dit në radio televizionin e Prishtinës, me lyp termin për me inqizu, që ka qenë shumë problematike në atë kohë me inqizu, ka qenë vetëm një studio, edhe koha limitume për me inqizu një këngë ka qenë 4 orë. Shto që prej ati momentit, puna nuk o ndalë, edhe ka pas një rock scene, Kosovë, sidomos, edhe në Shqiptarin përgjithësi. Kur përmanë koncertin në Ulqin, vëlla, ma shpejt se këta po presin. Unë sa fola me zotni Lamojen, që viteve të 90, 95, 96, kom performu 2-3 muj, në Bonlino Bianco, rock muzik, kemi pas rast me një gjua. Me Menan Kiserin, me krejta rockerat e asoj kohë. Kështu që prej asti viti, kom vazhdu me performu... Si vjet, apo shkon vëlla, si vjet, javën e arshme? Si vjet, sigurisht. Një turne me bo, që ashtu kom e shku edhe në Shqipni, edhe në Kosovë, kështu që edhe Ulqini është joni. Absolutisht, absolutisht. Kur thu Shqipni, do të me thonë, po shkojnë Tiranë, në Ulqin, në Prishtinë, Tetov, këto vetëm përmenden si qytete, nuk përmenden në shtetet, sepse... Dijen këto troje, që ato janë krejnë tretë shqiptare. O shqiptare, edhe frymon Shqip, edhe ka shumë njës që edhe shmojnë, edhe vlerësojnë rock muzikën. Nëse shkon pas kampionatit botëror në lajmëro, unë edhe Loriku, me Gjuden edhe me Ismetin, do t'jemi sigurisht në atë koncertin tonë. Në merë veshë. Profo, si fiton edhe dhe i favorit që e kem vetë, aq ma tepër i shiftuar zotë mija, një kantar. Okej, po që cëllë është nivelli i muzikës rock momentalisht në Kosovë?